Mirë se vini në podcastin The Art of Communication. Sot kam një mësafer të veçantë, një njeri që me fjalët e tij ndërton ura mes popujve, kulturave dhe zemrave. Ai është shkrimtar, poet, analist, publicist, mendimtar dhe së fundi fituesi i çmimit të madh letrar Aleksandr i Madh, paramendu në Greqi. Pra, mirë se vjen miku im i zemrës Zekeria Idrizi. Mirë se ju gjej, miku im i zemrës i idealit Fitim Brahimi, ju përshëndes përzemërsisht. Faleminderit. Është kënaqësi t'ju kemi këtu të ndojmë kohë të jetës që është shumë e rëndësishme. Faleminderit që e keni gjetë dhe keni prej kohën për neve, se e di që je shumë i angazhuar posaçërisht në këtë fazë të jetës. Po sakt është e vërtet, por megjithatë edhe përkundër lodhjes që rrugtimin që pata si e din. Po. Miku që e pata nga Berlini në Shkup dhe nga Shkupi me njerë në Tiranë, nga Tirana në Athinë, sepse kisha me patjetër t'jem me datën 2 nëntor dhe isha një ditë përpara i përgatitur atje për të marrë medaljen e artë Aleksandr i Madh, për mbar veprimtarinë time shkrimore, botimore për veprat e mia. Zekeria, pyetja ime e radhës është çka do të thotë kjo për ty personalisht, po edhe në aspektin profesional, sepse e dim se zëri i letërsisë, posaçërisht shqiptare në Evropë, ka bënë bujë të madhe. Çka do të thotë kjo për ty personalisht? Po me thonë të drejtën, i nderuar Fitim, ishte çprej kohës kur 3 muaj përpara, unë mora lajmen që Zekeria Idrizi, ju jeni të nominuar për medaljen e artë, çmimin e artë të lartë Aleksandri i Madh për gjithë librat tuaj, për librat e mia, diku 40 libra kam në shumë zhanre letrare dhe libra studimor madje, edhe në disa zhanre letrare. Libra në të cilat unë kam punuar mbi 3 dekada, do të thonë mbi 30 vjet punoj në fushën e shkrimtarisë edhe të botimeve, edhe duke qenë se edhe t'ju them i nderuar Fitim se unë në jetën time kam marrë disa çmime të larta, duke në Shqipëri në Tiranë për disa vepra të caktuara të mia, kam marrë çmime të larta në Maqedoni, 2-3 çmime të larta deri në shkallë edhe nëpër universitete në Shkup. Kam marrë çmime të larta në Prishtinë, në Kosovë, për disa vepra të caktuara që nga kritika letrare janë vlerësuar kryevepra, sidomos në veçanti unë kam marrë çmime të larta në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni për një libër që është romani imi, që e kam shkruar diku vitin 2015, po e kam botuar pastaj vitin 2016. Kjo është shpallur kryevepër imja në mesin e 4 librave, për arsye se deri më sot që po flasim tani ne vlla Fitim, ky libër as vetë nuk e kam patur idenë si autor se do marr për masa që kam marrë deri më sot. E di vetëm si autor ta them se unë kam dhënë maksimumin tim, siç e jap në çdo libër, kam derë tërë energjinë tim për të dhënë diçka të bukur dhe të mirë për lexuesit. Mirë po, ky libër se do marr për masa deri më sot është ribotuar 11 herë, edhe jo vetëm në gjuhën shqipe, po është botuar edhe në disa gjuhë të botës, në veçanti kur depërtova në Amerikë para 2 vitesh në gjuhë angleze, me këtë roman me titull Arratisja nga vdekja. Pasaj nga Amerika, ky libër tash shitet në 3 forma: libër fizik, normal libër xhepi dhe libër e-book. Këtë e bën në shtëpia më prestigjioze amerikane, Amazon, që në 5 kontinentet botës e shpërndan librin tim ka 2 vjet. Më pastaj depërtova në Amerikë në të shtëpi prestigjioze dhe me gjithsej 8 librat e mi në gjuhë angleze. Pastaj depërtova ky roman u përkthye në gjuhën arabe dhe nga Amerika shpërndahet në botën arabisht folse kudo në glob. Dhe më pastaj depërtova me një vepër që është vlerësuar lart në poezi me titull Kaos, Bota në reanimacione kam titullin, pastaj nën titull e kam Ftesë për paqe në glob, ku unë nëpërmes gjuhës poetike kam synu që më tepër i jam qas asaj që botën ta shoh më të paqt, më të mirë, botën ta shoh të gjitha kulturat, etnitë, qytetrimet në glob, në shkallë globi, po edhe në vendin tonë
që jemi nga dishullin ilirik në trojët tona etnike shqiptare dhe kudo ta shoh më të paqët, më të sigurt edhe kundër luftës gjarderdhjeve. Se këndejmë dhe titullim Kaos, që është botuar në gjuhë angleze në Amerikë, mu botua edhe tash së shpejt, tash si ka 3 muaj, mu botua edhe në gjuhën frënge. Kështu që përmes gjuhës frënge, përmes këtij libri depërtova në Francë, Belgjik, po depërtova edhe kudo te bota frëngjisht folse në glob, se kështu shiten librat e mi. Më pastaj në veçanti kohëve të funit një jehon pozitive që u vlerësova dhe me këtë çmimin e lartë në Ishullin Salamina, një ishull historik në afërsitë të Athinës. Dhe thash se kam qenë nominuar nga Lidhja Ndërkombëtare e Poetëve, Shkrimtarëve dhe Artistëve Pegasi Albania nga Shqipëria jam i emëruar. Një lidhje kjo ndërkombëtare që ka shtrirë në gjitha trojët shqiptare dhe në mërgatën tonë, po madje edhe ka lidhjet e mëdha dhe të fuqishme me gjitha lidhjet ndërkombëtarëve të shkrimtarëve kudo në glob, nga Amerika për te oqeaneve, Australi, Evropë në veçanti kështu me radhë. Dhe në këtë shoqatë ndërkombëtare unë jap kontributin më të madh ka afro 13 vjet që jam antar, punëtor i zellshëm në këtë organizatë ndërkombëtare. Dhe ndërkohë duke qenë se siç e din vllafi tim jetojnë dhe ka 3 dekada në Berlin, unë jam koordinator në Gjermani i kësaj lidhje ndërkombëtare nga Berlini dhe Gjermania. Dhe kështu që më pastaj lidhja ndërkombëtare për art, kulturë dhe letërsi në Greqi me presidentin gjeniun Dinos Kubatis president, ata e kanë aprovuar, miratuar nominimin tim, edhe mu drejtuan me letër zoti Zekira Idrizi, është aprovuar nominimi juaj dhe duhet të vini më datën 2 nëntor, ku isha vllafi tim, ju e keni parë. Aty ishin nga gjithë Evropa, bota, pastaj Amerika, ishin nga gjitha nacionet, se kanë marrë çmime edhe filozofë, mendimtar në fushën e arteve, në fushën e kulturës, njerëz që kanë vepruar me nga 4 dekada, 3 dekada, se bëhet fjalë kjo medalje ju jepet njerëzve për mbar veprimtarinë, qoftë në sferën e letërsisë, qoftë në sferën e arteve të bukura, qoftë sferën e kulturës në përgjithësi. Unë pata fatin historik, prandaj vllafi tim ky ka qenë një nga çmimet më të mëdha që e kam marrë deri tani që jam moshën 56 vjeçare dhe natyrisht isha i lumtur, shkova e mora dhe këtë gëzim e ndava pastaj me ata që më nominuan në Shqipëri, isha në Gjirokastër, në Tiranë dhe atje e festuam bashkërisht. Është kënaqësi edhe me të vërtet një deotrokitje shpirtërisht, se me të vërtet është një arritje jo vetëm në formë personale, por ti këtë arritje besoj që ja ke dhuru edhe popullit shqiptar që ka të bëj shumë me këtë temë dhe është i lidhur shumë. Se me të vërtet je gjigant i mendjes lirë po dhe i penës. E kështu që ishat në pak të veçoj edhe diçka nëse mund t'ju informoj, edhe le publikun ta që na shikojnë, i përshëndes me respekt, teleshikuesit ata që ju shikojnë juve në këtë podcast. Dëshiroj t'ju vë në dieni edhe diçka që është unë si shqiptar gëzohem, besoj se do gëzohen edhe gjithë vëllezërit tanë, motrat tona shqiptare. Sa për informacion, zoti Dino Kubatis, ky presidenti grek në Greqi, kësaj organizate ndërkombëtare, që është edhe në në UNESCO-s, në ishullin Salamina e Kaselin, ku isha. Që informoj se ai kudo ka marrë shumë çmime ky Dino Kubatis, shumë çmime ndërkombëtare, se është në moshë tani. Ai është një figurë shumë dimensionale, poliedrike, i njohur ndërkombëtarisht, jo vetëm në Greqi, po se po. Që informoj se ai është me gjak, familjarisht është Arvanitas. Të desha t'ju informoj, sepse ai kudo ka marrë, edhe së fundi ishte në Rumani, mori çmimet e larta Dino Kubatis nga Greqia, edhe në Hungari që mori çmimet, ai kudo e thot publikisht, gjyshi dhe gjyshja ime më kanë folë që fëmin gjuhën shqipe. Domethënë, kjo është origjina ime, ai e thot publikisht. Desha t'ju gëzoj edhe juve se pavarësisht se zyrtarisht ai njihet si grek në Greqi, në shtetin grek. Domethënë, këtë çmim gëzohem që e ka marrë edhe nga njerëz që janë të Greqisë, natyrisht njerëz me shpirt dhe frymë universale, si qenie njerëzore, që jemi që të gjithë një lloj, të barabartë, po megjithatë gëzohem që e ka marrë edhe nga një president i një lidhje prestigjioze ndërkombëtare, po që është me gjak arbror, që është nga gjaku ynë shqiptar. Faleminderit shumë për këtë lajm jashtëmos të rëndësishëm për gjithë komunitetin shqiptar. Pa humb kohë, po dal te pyetja e radhës, e ardhmja jone për bashkë projekti i librit. Ne po përgatitim një bashkëpunim tonë në librin tim
nga refugjati në yll të skenës. Çfarë do të thotë ose çka tërhoqi ty për këtë bashkëpunim në lidhje me metodën time unike 2.0, me të cilën kam ndihmuar deri më tani më shumë se 2.000 njerëz në procesin e tyre të shërimit. Cila ishte ajo elementi që të shtyni ty ose të japi diçka më shumë shtesë, me thonë po fitim, jam pjesë e projektit. Po, ta them unë e hapur, duke Faleminderit. që në emision të drejt për drejt, unë jam i detyruar moralisht, njerëzisht, idealisht, ta them publikisht që unë nuk ju kam njohur përpara zoti Fitim, mirë po duke qenë se jam pasionant, jam kështu i dashuruar ndaj media, lajmet, edhe çdo herë më ka gëzu arritja e vëllezërve dhe motrave shqiptare, që kemi shumë shqiptarë në veçanti dhe në Mërgat, po edhe nga vendlindja jonë, nga vendlindjet tona, nga Shqipnia, Kosova, Maqedonia, ose Malësia, ose Kosova Lindore, ku do qofshin shqiptarë të tona, motra po vëllezër, po edhe në Mërgatën tonë, ku do në glob, gjithmonë më kanë gëzu arritjet e shqiptarëve. Unë t'ju them drejtën përpara s'ju kam njoh, tash i njihtemi mirë, jemi pa edhe në Berlin, e kemi komunikuar. Mirë po, ti u njofta për herë të parë. Unë ju njofta për herë të parë kur ti vëlla Fitim thjesht kur e more çmimin e lartë, çmimin më të lartë në një konkurrencë ndërkombëtare, një konkurrencë të fuqishme, flas për datën siç e din edhe dashamirët, edhe ata që ju ndjekin juve, edhe gjithë vëllezërit dhe motrat shqiptare, po edhe ndërkombëtarët të huaj, ku do të qofshin qytetarët e botës, ku të kam pa më datën 13 mars, në atë konkurrencën e madhe ndërkombëtare në qytetin Wiesbaden, duke qenë se jam edhe në Berlin, në përgjendërën e Republikës Federale Gjermane, dhe ti vëlla Fitim je në Gjermani, që prej kur ke arti nga Këqiqi i madh atje komuna Mitrovicës, që i rike këtu në gurbet në Gjermani, siç ka marrë dhe unë dikur si ti për shembull, në Berlin ka 30 vjet që jetoj, edhe e kam pasë në atë konkurrencë ku marrin pjesë shumë, ka qenë diku konkurrenca 249 apo sa ishin personazhe, ku në mesin e tyre ke qenë edhe ty, në atë konkurrencë të madhe, edhe atë nga 28 kombe të botës, ata pjesëmarrës, edhe kam pa unë një Fitim Brahimi, tash në gjuhën gjermane dëgjova vllau, ai fol në gjuhën angleze, shumë gjuhë, po kur e dëgjoj unë me vajzat e mia bashortën, the po shim, o them, hy Fitim Brahimi, nga pi hapa syt unë në media televizive shtetërore gjermane, dhe e shoh Fitim Brahimi zuri vendin e parë, dua trokitje frenetike, am ton, tin 4 minuta për shembull, bëhesh hyll bote, edhe i lë pa tekst, i lë jo vetëm jurin, po gjithë pjesëmarrësit i lë në ato 4 minuta ku ti ke shfaqur me një nivel shumë të lartë, jashtëzakonshëm, atë unin tënd autentik, atë metodën e komunikimit për mënyrë burimore autentike tëndën, unin tënd ke shfaq, botën tate në 4 minuta, me një performacion të tillë, të një niveli të lartë estetik, po edhe komunikativ, në kuptim si speaker, do më thënë si ligjërues, ku ti u drejtosh njerëzve dhe botës, kjo ka qenë gëzimi im më i madh, dhe që aty ti ma ke rrëmby zemrën vëlla Fitim. Aty ma rrëmby dhe familjes sime në radh parë, ne që ishim aty në Berlin. Edhe pre aty hyri dashuria jeme në zemër për ty, që një vëlla jon shqiptar, Fitim Brahimin nga Mitrovica, nga Këqiqi i madh, vjen vëlla dhe Zeverin e parë, edhe merr një çmim ndërkombëtar në glob. Domethënë faktikisht ti përmes punës tate, ti e fut në glob vëlla, je bën një yll bote. Dhe nga këtu unë krijova lidhjen me ty Fitim vëlla. Pastaj ti shikoj rezultatet e mia dhe ti u gëzove, dhe kështu ne kontaktuam, ishim në Berlin, dhe ti më tregove, mu drejtove Zekiria, i nderuar vëlla, thave, kam një projekt libror, e di se Zekiria jetar më drejtu kështu, me shumë sinqeritet. Unë e mora librin tëm në Word, edhe në PDF, në gjuhë gjermane, duke qenë se njoh gjuhën gjermane mirë, 40 vjet që jetoj në Gjermani, edhe e lexova që nga fillimi ato 24 kapituj që i ke libri, ja me këtë titullin, për shembull, nga refugjat deri në yll të komunikimit të botës, por nga një refugjat, duke qenë se edhe vetë jam refugjat une, po e them këtë unë e them, refugjat jam në Berlin, thonjza, po refugjat jam tash edhe në Shkup, nga ku po flasim tani, se kam marrë pushoj në Indje, edhe në Maqedoni këto si Shkup janë,
gëzon edhe vëllezërit motrat tona dëshirojnë të murojnë këtu në vendlinjen time në Maqedoni, po do shkoj edhe në Kosovë, se më origjin jam nga Kosova. Nga Kosova po them aktuale në Kufij, se prap jam në Kosovë, do me thënë jam prap në Shkup, në Dardaninë antike, po jam me një fjalë në Shqipërinë tonë natyrale, me fjalë të tjera, por ne themi refugjat, ndjehem pak edhe në vendlinje vëlla fitim, se sigur beqar ka 4 dekada jam jashtë Shkupit. Edhe tash duke qenë se gjatë kohë jam atje, kur po vinë vendlinje, kur vinë në Gurbeqar jemi, kur vinë vendlinje, kam një ndjesi do njerë, sikur ndjehem refugjat në kuptimin që i shoh vëlla janë rritë gjeneratat e reja, sikur nuk njihem, nuk më njohën si njoh, edhe pse kjo është e gabuar kjo përshtypje, se prap, do me thonë, si ti si une, edhe pse jemi në Gjermaninë, prap, do me thonë, gjithmonë jemi me shpirt, me zemër, me vizion, me mendime, jemi me vendlinjen tonë, me adheun tonë, me gadishullin ilirik dhe Shqipërinë natyrale. Kjo është. Edhe kështu, e kam në dorë, jemi marrë vesh, librin tënë para si të botohet e kam në dorë, unë e kam marrë me shumë respekt nga ti që ta redaktoj dhe ta shkruaj një recens të fuqishme, edhe këtë do ta bëj, për arsye se kam përvojë të madhe në këtë fushë, pse edhe për faktin që më ka tërhequr shumë jashtëzakonisht, mënyra se si e ke zhvilluar rrëfimin, dhe unë e shpresoj, shumë jam i bindur thellësisht që libri jot i parë në radhë parë që të publikohet në gjuhën gjermane, më pastaj kemi biseduar se synimi shumë është sublim që në të ardhmen pastaj shkojnë në gjuhë angleze të botohet, edhe në gjuhën anëtare shqipe. Botës, kështu që unë të përgëzoj për këtë libër, se do jetë një libër që do shkaktoj jehon shumë të thellë, edhe në botën shqiptare, edhe në botën tonë në mërgat, ku do jemi, po edhe në atë dheun tonë, atë mos flasë edhe këtë gjithë njerëzimin e glop, për arsye se aty ke dhënë fitim vëlla dhe vetë vepra jote dëshmon, po edhe ke dhënë rrëfimin tënë nga fëminia, nga vendlindja deri tani në shkallën që je tashmë i njohur globalisht në botë, edhe unë të përgëzoj shumë, libri do jetë shumë fuqishëm, pa dile. Faleminderit shumë, për mua është kënaqësi edhe nder të kam mundësinë të bashkëpunoj me ty, sepse aty njihem shumë ai fuqishëm edhe në vepër, po edhe në energji që i duhet kësaj, sepse ajo që unë e kam qitë në copë të letrës, është shpirti edhe zemra edhe jeta ime. Unë gjatë seminarëve që i bëj, ju thom të pranishëve, nëse mas këtyne 30 minuta, dikush për juve ka marrë veç një shaj për këti takime, atëherë puna jam është në rregull, unë jam shumë i kënaqur dhe shkoj shumë i kënaqur te shtëpia. Esenca është që në momentin kur dim diçka, na mojmë përgjegjësi etiko-morale, ta bartëm atë që është të nevojshme të tjetri, sepse çka dhom për tjerët, ajo mbijeton të gjitha. Çka mojmë për veti, ajo vdes me neve. Kjo është shumë e thjeshtë dhe logjikshme. Po desha edhe pyetjen e Rodhës, sepse ka për mua mendimit shumë rëndësi, rëndësia për komunitetin shqiptar. Unë tash dula si shqiptari i parë, fitova Spika Slam Internet në 2025, edhe si pasojë e kësaj e regjistrova Fitim Brahimi Spika Akademi. Tash do më thonë kim diçka tonën. Unë e thash në takimin e fundit me doktor Faruk Ajetin në ambasadën e Republikës Kosovës në Berlin, shumë thjesht, tash nuk të ka marrë me të lyp lek, po të ka marrë thash me ta shpreh atë mundësinë e një bashkëpunimit sinqert në formë internacionale, thash se na si komunitet për shumë çka u duhet me nga tjerë mrapa se nuk kena pas njerëz tonë. Tash jemi, tash unë jam i licencum 7 forma, metoda ime Unique 2.0, tash shkencëtarisht është në universitet e vërtetume, do më thonë që ma shumë se 2000 njerëz i kom përkrahur gjatë zhvillimit për me gjetë vetvetin edhe zhvillimin personal, po të punojmë diçka, të bëjmë diçka të mirë për komunitetin shqiptar, thash se me fol ka del shpirti, thash na si komunitet, një 80 vjet mrapa jemi me komunikim ndërnjerëzor, sepse përderisa kapum na mes veti për mot, që dikush thot kamerosh shia, tjetri thot jo, mas dite është me diell, thash kemi nevojë, e kështu që thash të bëjmë diçka të shnosht, bëjmë diçka të ndershme, thash rëndësia është thash me shpall idenë.
Akademia e të folit është e formuar këtu në Paderborn, mi po është mundësia për këtë botër shqiptarët me marrë pjesë në zhvillim, sepse ideja është që unë e kum premtu edhe gjatë studimeve në vinë, që ju kum thonë idenë e Paul Václavik, unë do të bajlë më larkë. Kër isha në Indi, kjo është pjesë edhe librit tim, edhe këtë mesazh që e mora në Indi nga Osho, kom dhonë premtim që do e bartë aty për mi unimu njerëzve me gjithë vetë vetën në zhvillim personal. E komunikimi është për mu aqë që rëndësishëm si ujë, si buka, si fryma. Mirë po, jem të jetu një shoqni që është me një dinamik shpejtësis aqë madhe sa që njerëz nuk po munën me mojt tempon e zhvillimit. E ata që jesin onash nuk kanë rjet ku i kap, dikush do i thot, eja se me juve jem. Në këto ujna jemi tash në cirkulim, e kjo akademi fillimisht është e ngritur për forumin shqiptar, internacional po se po ne si shqiptar, sepse na kemi nevoj zhvillim personal, se na e dim shumë qartë, komunikimi i pastër e ndal edhe luftën, se le për shembull në marrëdhënie familjare, ose marrëdhënie pune, ose marrëdhënie shoqërore. Qysh e shet ti këtë mendim temin, Zakaria? Po, unë boshtin, do më thënë atë substancën, thelpsorën e punës, aktiviteteve tuja, në akademin tënde, si speaker, si komunikues, me ata 2000 që i përmënde, vetëm kisha dash me ta plotësu këtë fjalim të latë. Mungon dishka aty, ta i dimishi, e ja unë, të di se jam nga natyra, kemi bisedu disë shumë herë, edhe në të di se jam transparent, unë e njës si ty, jam i hapur, e më lejo të atë, ma di që ka mungu këtu. Ta i dymishi, ja të atë mune publikisht, ju jap mesazh edhe tonë vllaznive edhe motrave tona të në mërgatën tonë, ku do të qofshin, në globe ose në vendindje në atë dhe, ose ku do, sidomos mërgjimtarëve tona, ku do janë në globe, në 4 anët. T'ju jap informim edhe ty personalisht po drejtohem tash publikisht si moderatori dhe udhëheqës në akademin tënde, lirisht Zakaria Idrizin këtë person që e ke këtona, futen atë listën 2000-2001 thuj. Prandaj desha me ta plotësu. Do më thonë, unë jam ta them hapur, me sinceritet, publikisht, se me shumë zemër, duke qenë se të njoh, ta di vizionin, ta di aurën, ta di karmën, ta di atë nurin, në themi, atë dritën e brendshme, se ajo drita jote rrezaton ke ato 2000, po ai 2000-shi, nga 2001 me mua, Zakaria Idrizin, unë e shpresoj dhe jam i bindur shumë se do shtohet ai numër në të ardhmen, edhe është mirë të shtohet, fuqizohet. Pse? Sepse kemi nevojë, në radhë parë, ja po ta them hap, edhe unë kam nevojë të marr nga ajo dritë, sepse ne marrim, përçojmë rreze drite këtë të tjera, domethënë. Kemi dritën tonë, të botës sonë vetanake, dhe ç'a bën njeriu? A po them në metafora të, domethënë, ti fitim vlla, e ke një diell në dorën tate. Dhe ç'a bën ti Madrid, ku do shkon, ti përçon rrezet e asaj drite, ku do je, ku do vepron, po qof në podcast, qof në atë punën tane që e ke atje në Gjermani, dhe nga Gjermania komunikon me 2000 nga bar globi, edhe atë komunikon edhe në gjuhë ndërkombëtare, po komunikon edhe në gjuhë amtare shqipe si shqiptar, prandaj unë kam nevojë nga drita jote. Siç kemi nevojë ne për njëri tjetrin, të këmbejmë vlerat tona, ti shkëmbejmë të arriturat tona, përvojat tona t'i shpërndajmë me njëri tjetrin, ç'a bëjmë ne? Faktikisht kurohemi, vetë kurohem unë. Ne kemi nevojë të shërohemi vlla, të shëndoshemi, të pajisemi me drytë, sa më shumë dritë, se në Gjermani ke parasysh që nga Wolfgang Goethe, nga ky i madhi gjeni gjerman, ai ka thënë edhe është kudo në Gjermani është si aksiom, si parull, është merrlisht. Unë lutjet e mia me Zotin, fjala bie, ato ritualet e mia, unë gjithmonë në fund e përfundoj, është çudi se i lutem shqip Zotit natyrisht, mirë po unë duke qenë se komunikojnë disa gjuhë kështu të botës, edhe ku jam në Gjermani, nuk e lë pa e thon fund merrlisht, im Zot, më ofro më shumë dritë. Në atë kuptimin Zot, nga drita jote më përndrit, ta them shqip. Më ndriço mua o Zot, me dritën tate.
Prandaj kjo merr lisht më shumë dritë, e ti vllafi tim ke shumë dritë, e dëshiroj të jem edhe unë në hijen e kësaj drite furnizohem. Ta them sinqerisht, ta them mirë transparente, në gjitha komunikimet që kemi pas, edhe libri që ta kam lexuar tash i komplet mi ke dërgu nga fillimi kapitulli i parë deri në fund, ku ti thua kthej me një mesazh. Mirë po une, ja tani që rëqethem, veç ati ti e ke një kapitull atje tingulli i heshtjes, pastaj zjarë nërësirë, dritë nërësirë e ke një kapitull, kur e kam lexuar me këtë titull, po vetë titujt janë shumë do me thënë, sa tingulli në heshtje, njeriu kur është në heshtje, do me thënë jemi në botën tonë të vetmis, gjejmë paqen e veten, dalim para pasqyrës, ta themi ti ke disa kapitull ku i ke shpjegu gjallësisht do, prandaj jam mrekulluar nga ato shkrime, se si ti, nga një person, në thonjza anonim, nga një panjohur me një familje shqiptare që e njoh vetëm familjen tënde, atje në Kosovë, në ato rrethana që kanë qenë gjithë vëllezërit dhe motrat tona në Kosovë, qoftë kohën apartheidit Miloševićian, apartheidit racist që kanë përjetuar dhunës nga pas luftës dytë botërore, po flas 100 vjet të fundit, mos hyj më thellë në histori, edhe deri në luftën e fundit, situatën më dramatike në Kosovë dhe përreth Kosovës të rreth tona etnike shqiptare, në Maqedoni, Kosovën lindore, e tjerë e tjerë. Prandaj ti vllon nga një pozitë anonime, tani je një person në glob që ke rrezatu dritë globalisht dhe vazhdon të rrezatosh vlla, mund ke edhe thras shqiptare dhe motrat shqiptare që të komunikojnë me ju se kanë çfarë fitojnë nga ju. A unë 100% veç më kam filluar të ndriçohem me dritën tonë, shprej kur njihemi nga ajo kohë që morë çmimin e lartë. Faleminderit shumë. Me thonë drejten, mas këtyre fjalëve nuk ka dhe shumë që me shtu, po është në të vërtet kënaqësi. Tani pyetja radhës është njeriu mas suksesit. Kush është Zekiria kur fiken dritat, kur nalet mikrofoni, kur je në skenë, apo kur nuk ka kur gjë tjetër, vetëm kush je ti në ato momente qetësie? Ja e them tani me sinqeritet, duke qenë tash i po flas si krijues, si shkrimtar, punoj shumë, duke qenë se kam punu shumë dhe vazhdoj të punoj sa të kem frymë të botë. Unë kur jam vetë, kur fiken dritat, me bashortën time dhe 4 vajzat e mia, domethënë gjithsej jemi 6 anëtar në banesën time në Berlin, thjesht duke se një aska. Unë jam me vetveten, në botën e vetmisime, është kënaqësia ime më kulminante në jetë ku unë meditoj, heshti gjatë, meditoj thellë, jam lexues, kam qenë, jam para se të jem shkrimtar, kam qenë, jam dhe mbetem deri në vdekje një lexues pasionant. Unë jo i lexoj librat, e cili do, jo e lexoj njeriu, jo i dëgjoj të përndriturit, të mençurit, se kam vjel gjithmonë nga të mençurit, nga të urtet. Pavarësisht kanë pas shkolla apo jo, për arsye se odat tona, kullat shqiptare që kemi pas, kanë qenë pothuaj universitete në kohrat e lashta. Ku ka dominizmi, flas për kohrat ku ka dominu, sidomos në kohën e perandorisë otomane, plot 5 shekuj, mirë po kullat, odat shqiptare në katunet tona, në viset tona malore, në për qytete, për rreth qyteteve tona shqiptare, kanë qenë legjendare, kanë qenë shumë domethënëse, se kanë luajtur rolin e shkollave, universiteteve, ku vëllezërit motrat tona kanë marrë mësim nga pleqnarët, nga urtarët, nga njerëz që kanë punuar gjona, edhe kështu që ne kemi marrë edukatën, kemi marrë një taban të shëndosh kombëtar të mirëfillt, edhe kështu ka fillu progresit e kombi shqiptar deri me hapjen e shkollave të para, qoftë Shqipëri, qoftë në Kosovë ose ku do të rojve tona, pastaj është zhvillu kjo më tej. Mirë po kur jam vetë, kur filloj të meditoj dhe të shkruaj, të flas me vetveten, ta them ndryshe, dal me vetveten dhe meditoj thellë dhe shfaqi mendimet e mia në shkrimet e mia, atëherë e din edhe bashortja ime se shqyr Zotit unë kam një bashkëudhtare që ka qenë fati imi, si që ka qenë edhe fati joti fitim, duke qenë bashortën tonë shumë mira për ditën, se jemi bashkë ke qenë të unë në Berlin me bashortën tonë. Fati madhi joti fitim është që e ke vlla një krah të djathtë shumë të fuqishëm, zonja Nafardita, e unë e ka bashortën time,
Ta ruaj Zoti edhe ty bashkëshortën, është e rëndësishme desha me ta thonë këtu publikisht. Ashtu qoftë vëlla, po e din, bashkëton me mua, ka respekt, e din se kur e vendosi diçka me shkru jam vetmi, ajo ka respektin, ma ban hizmetin, qoftë ma bjeni kafe, apo kur e ban bukën gati, thot buka gati është zikirja. Mirë po kur shkoj me hongër bukë, ose kur e pi kafen ma ka bo gati, atër nalna edhe lafosi, nalna edhe ku vendoj, ja shfaqi me shka kam fitu? Gjithmonë kam fitu do një këshill, do një ide, gjithmonë jam konsultu me bashkëshortën time, edhe ajo është intelektuale, shqyqër Zotit e ngritur, sidomos kemi një profesion me bashkëshortën time, njihemi gjatë kohë që kemi qenë adoleshent, kam pas fatin 5 vjetë kemi kalu bashkë, pas 5 viteve jemi martu, tash kemi 4 fëmijë dhe janë rritë edhe vajzat, tash i komunikoj edhe me vajzat, se 3 janë me fakultete në Berlin dhe punojnë, sidomos në sferën e pedagogjisë në Berlin, të mësim dhënjes. Dhe sot ato më lexojnë si janë rritë, babi jemi gëzumi, po ne shpesh konsultohem edhe me vajzat, edhe mi po kur jam vet, atër se ekziston askush, e thash kuptim se ekziston askush metaforik, sepse nëse s'koncentrohem atër s'mund bëjmë gjo, a është ashtu vëlla. Shumë e vërtetë është. Faleminderit, po kjo është, më ka ndihmu shumë. Faleminderit shumë, si zakonisht kam edhe pyetje fitim na duan këshilla, edhe mundësisht si mas kohës edhe si mas musafirit unë përgaditi një 3 këshilla të vogla, po dhe musafiri ka mundësin ato 3 ose sa do këshilla me dhonë. Pikrisht në këtë pikë gjenemi tani në këtë podcast, ashtu quajtur The Art of Communication. Dhe mon 3 këshillat e mia të jetës janë të jemi vetëdijshëm në komunikim, dhe mon të jemi prezent, se shumë njerëz mendojnë që komunikimi është vetëm të folurit. Por nuk është absolutisht e vërtetë se komunikimi non-verbal është diku 75.4%, dhe me thonë, na ma shumë flasëm, kur s'flasëm hiç. Këshilla ime e dytë është shërimi përmes vetë reflektimit, ti e fole shumë mirë nëse nuk dalim ballë për ballë, edhe reflektojmë aty ku jemi, si në komunikim, si me vetveten, atëherë, të më thonë, nuk jemi në balancë shpirtërore, edhe nuk jemi në balancë energjetike, që është shumë e rëndësishme për shpirtin edhe gjendje momentale. Pika e tretë, ose këshilla e tretë, ashtu quajtur dashuria, dashnia, është forma më e lartë e së vërtetës të brendshme. Këto që anim qëtëm. Ai që don, shpirtnisht ai nuk gabon. Kjo është esenca, këto ishin 3 këshillat e mia, e tash është fjala për ty, nderuar. E din, fitim vllata din edhe ata që na përcjellin. Përmendëm ne se si shkrimtar, fjala bie se më shumë koncentrohem këtu është rezultatet e mia janë deri tani fushën e shkrimtarisë, mirë po ju informoj, si që ditë fitim, po ti informoj ata që se din, këtu që do ta përcjellin këtë emision. Me profesion jam teolog, do më thënë gjithmonë jam marrë me teologji ose shkencat e religioneve, jam marrë me edhe religionin islam, po edhe me fetë abrahamike ose ibrahimike, jam marrë me kristianizmin, judaizmin si 3 fetë më planetare, më të përhapura në botë, më të shtrira. Krishtërimi, judaizmi, krishtërimi, islami, pastaj jam marrë më thellë në historinë, veçanti me budizmin, shumë herët me Zarathustrën, me Budën, me Veda Upanishad, hinduizmin e tjerë. Lidhe direkt. Ose du më dalë ke ti praktikisht, duke qenë se jam marrë me këto, në profesionalisht, me dekada për. E shumë kanë ndihmu në krijimtarinë time, përvoja ime, me dashurinë hyjnore që e përmende, sepse ne jemi produkt i dashurisë perëndis. E tër bota persi dhe në njerëzit. Kështu që këtë dashuri që e kemi nga perëndia, duke qenë se jemi produkt, emanacion, quhet në filozofi, i dashurisë universale hyjnore, këtë dashuri duhet ta kemi në vetveten, sepse ne themi kështu. Unë e kam thënë edhe në shkrime, themi, nëse jam në dashuri me Zotin, nëse jam në paqe me Zotin, jam në paqe në radh parë me vetveten, e dua veten, e dua familjen dhe botën, e dua universin, e dua natyrën, nuk e ndoti natyrën, ajrin. Do pse se gjithë bota jemi produkt i dashurisë Zotit. Ta përçojmë të dashuri
të hynore të Zotit, universale, ku do jemi, ku do veprojmë, asot që qërë Zotit të fitim na është zonë mundësia, fal kibernetikës, fal teknologjive moderne, internetit, apo jo, kam fjallën, ja dhe si kjo Zoom, ku je, ose podcast, për shembull që ti e përdor ato format moderne të teknologjisë kohës, qa është bo? Bota, universi, si makrobot, është bë një katund i vogël. Pse? Për arsye mes internetit shiko, lidhemi me botën. Edhe prandaj, kjo dritë që e ke vlla fitim, unë që e kam, ne që e kemi, duhet të shfrytëzojmë, po shfrytëzon maksimalisht këto, e të uroj sukses, përgëzoj, edhe sinqerisht ta them edhe ndryshe, unë do të kem disa raste do të ftoj, do të kem nevojë për këshillat e tua, do të kem edhe si këshilltar ta them hapur me sinqeritet, sepse kam nevojë, e them me modesti, jo vetëm pse jam modest, po e them edhe me sinqeritet, se ne kemi nevojë për këshilla, kemi nevojë për udhërrëfim, vëlla, në mënyrë që të shtrëngohemi, të sforcohemi sa më shumë, në mënyrë progresive, psikologjike, sidomos fushën e psikologjisë që ti je kompetent, vëlla. Fitim, ja po ta them kështu ma fjalë për fjalëshëm. Në fushat e psikologjisë, e biografinë tonë, unë shumë mirë, edhe punë tuja studimore që i ke përmend në fillim në podcastin tonë, e kam përcjell rrugëtimin tënd profesional, edhe gjuhë që i zotron mandej, edhe çmimin që e ke marrë ndërkombëtar, sidomos me akademinë që ke themeluar, ku ke tash që thua 2000, pastaj do shtohet numri sepse këto në podcast i shumë mirë më ke informuar. Futen edhe në YouTube mandej, ti tash jenë botë, jo 2000, po shumë numri